Një ngjarje e rëndë tronditi fshatin Majac të Podujevës të dielën mbrëmja duke rezultuar në 3 viktima. Autoria e dyshuar, 30-vjeçaria Ardita Gashi, qëlloi me armë partnerin e saj, 45 vjeçarin Ilias Brahimi, brenda një automjeti duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Më pas ajo u fut në shtëpinë e gruas së xhaxhait të saj, 73 vjeçares Miradije Gashi, të cilën e mori peng dhe e plagosi rënd. Gjatë qëndrimit në banesë, Gashi qelloi edhe ndaj vetes. Të dyja viktimat, si dhe vetë autori, ndruan jetë në spital pas përpjekjeve intensive të stafit mjekësor. Policia dhe prokuroria themelore e Prishtinës kanë nisur hetimet intensive për të ndriçuar shkaqet dhe motivet e kësaj ngjarje tragjike. Sipas informacioneve nga familjarët, në momentin kur 73 vjeçaria ishte mbajtur peng në shtëpi, aty ndodheshin edhe fëmijë dhe të afërm të tjerë, të cilëve u rrezikohej jeta. Autoritetet theksojnë se ky rast cilësohet si vrasje e rëndë dhe mbajtje në pronësi të armëve dhe se deri më tani nuk ka të dhëna që tregojnë motivin e saktë pas këtij episodi të dhunshëm. Hetimet vazhdojnë ndërsa prokuroria bën thirrje për bashkëpunim nga dëshmitarët dhe familjarët për të ndihmuar në zbardhjen e plotë të ngjarjes.